Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit dhe juve. Atëherë në një kohë kur kosto e jetesës sa vjen edhe rritet, inflacioni ka prekur drejt për drejt xhepat e qytetarëve dhe pensionistët në Shqipëri mbeten ndër shtresat më të ekspozuara ekonomikisht. Atëherë qeveria flet për rritje pensionesh, por në terma real a janë pensionistët sot më të varfër se një vit më parë? Këto pyetje bëhen shpesh në për studio televizive, në për intervista që japin politikanët, gazetarët, analistat, por kjo nuk është e vërteta e gjendjes të pensionistëve, që janë skandaloze pensionet, të nuk e mohon askush nuk e mohon. Vetë qeveria, Banka Botërore, FMN-ja dhe Bashkimi Evropian, përderisa e pohojnë që ne nuk kemi dek të rrisim pensionet, kjo tregon se ata e pranojnë që pensionet janë skandaloze. Por puna është që deri këtu ngeni, deri më sot asë gjë nuk është marrë parasysh për të zgjidhur përfundimisht një herë mirë pensionet e ish të punësuara, sidomos para vitit 90. Por nuk janë më mirë dhe këta që kanë vazhduar pensionin punën edhe mbas 90-s, sepse me shkatërimin edhe me grabitjen e të gjitha pasurive kombëtare, të gjithë ngelen pa punë, të gjithë kanë punuar në zezë dhe nuk kanë vite pune për të njohur për pension. Prandaj janë një sër padrejtisht, një sër qëndrimesh po thuaj kriminale që janë mbajtur ndaj këtyre pensionistëve që sot thonë nuk kemi lek të rrisim pensionet. Prandaj nuk fillon këtu që janë apo s'janë. Në mendimin tim, pyetja që duhet shtruar për pensionet është: a duhet të rriten pensionet dhe si mund të rriten pensionet? Po këtë nuk e gjen ekspertët që thrasin televizionet në përstudiet e tyre. Asa dhe ata grupe pensionistësh që i kam thënë që janë delet partisë që rrisin dordolec para kryeministit dhe dëgjojnë që flet vetëm kryeministi dhe asnjëherë nuk i dëgjon mendimet e tyre se çfarë thonë ata. Megjithatë, ata janë prindrit e deputetëve, e ministrave, drejtorëve, ambasadorëve, pra njerëzve të rrogtarë që i thonë prindërve: heshni juve, mos u ankoni se ju mbajmë ne me bukë. Pra i trajtojnë prindrit si qanë që ju hedhin nga një kocë. Edhe harrojnë se këta prindër ka nevojë për dinjitet, se kanë punuar një jetë të tërë dhe ka nevojë të shpërblehen në mënyrë dinjitoze, që i vitet e fundit të jetës të mos i kalojnë si robër lufte, po t'i kalojnë si njerëz dinjitoz, sepse i kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm këtij vendi, aq sa me pasurinë kombëtare pensionistët shqiptar kanë siguruar jetën e disa dhjetra brezave më mbrapa. Por kjo qeveri edhe të gjithë qeveritë e tjera që unë i quaj regjime kriminale antipopullore nuk e vlerësojnë kështu punën e këtyre pensionistëve. Aq më keq që këta që kanë qenë fuqi këto 35 vjet, këta i kanë bërë një dëm të madh ekonomisë të vendit dhe popullit shqiptar, sepse i vun kazmën gjithë Shqipërisë. Pra ja pikërisht këta që i vun kazmën, këta që thonë s'kemi lek në sot. Pra ne nuk presim nga këta që janë armiq të popullit shqiptar të rrisin pensionet. Prandaj ne bëjmë fjalë kot, sepse ne nuk do të dëgjojmë, ne bëjmë 8 protesta para kryeministrisë. Kemi rritur shumë probleme. Por ne pensionistët na kanë trajtuar jo vetëm klasa politike që ka sunduar vendin, PDPS, por dhe të gjithë partitë politike opozitare. Unë personalisht kam ngritur shumë probleme, kam dhënë shumë rrugëzgjidhje, qoftë në protesta, qoftë në dhjetra intervista televizive që kam dhënë gati për 2 vjet e gjysmë. Por asnjë, jo vetëm qeveria dhe opozita e PD-s, por as partitë politike këto që quhen të reja, asnjë nga këto nuk më kanë mbështetur, nuk ka përkrahur ato mendime që kam dhënë unë. Bile dhe këta deputet të rinj që janë sot, asnjë nga ata nuk ka ngritur para deputetëve, para kuvendit, të trajtoj t'i vërë me shpata për muri qeverinë. Arsyet i din vetë se kujt i shërbejnë dhe i morën votat, i punën si punë asaj fjalës popullore që kalova lumin të bafshakalin. Morën votat nga ne pensionistët, por për ta kthyer nuk na thyen asgjë. Prandaj është e kohë qoftë protestat, qoftë fjalë që bëjmë ne,
sepse shoqëria shqiptare ka rënë gjumë. Në mënyrë të veçantë, unë akuzoj të gjithë media shqiptare, sidomos ato kombëtare, që pronarit e tyre, padronët gjallë, janë të lidhur me qeverinë për të marrë koncesione edhe tendera, edhe mbyllin gojën, dhe thrasin në studio ekspert gjojat e ekonomisë. Problemet e pensionet nuk i trajtojnë dot ekspertët, se ekspertët janë ekspert për ligjet, për VKM-t e qeverisë, për vendimet që merr qeveria. Kurse hallet e popullit shqiptar, nuk ka thënë kot populli, pyet të vujturin, jo të diturin. Ata s'ta pyesin neve. Para zgjedhjeve na pyesin, na thrisin edhe nga dy herë në javë në për studio. Se kishin hallë se mos pensionistët me votat e tyre do rrëzonin Ramën nga pushteti. Mbasi e panë që nuk fituan gjë, atëherë tash u bë prapë me Ramën. Edhe na e ka mbyllur derën. Kështu që këto probleme nuk zgjidhen kështu në thjesht nga portalet. Portalet aq shikueshmëri kanë, aq fuqi kanë. Prandaj ne pensionistët jemi shumë të zhgënjur, jo vetëm nga klasa politike, por edhe sidomos nga media, që treguan fytyrën e tyre të vërtet mbas zgjedhjeve të 11 maj, që nuk na ftojnë të dëgjohet zëri jon. Kështu është gjendja e pensionistëve. Sa ndikim real ka inflacioni te pensionet edhe apo gulltit çdo rritje që jepet? Shiko, nuk është çështje inflacioni. Po të marrim neve para rënjes tërmetit dhe gjatë Covidit çmimet janë rritur 3 deri 4 herë. Po pensionet janë rritur vetëm 20%. Nëse deputetëve dhe ministrave ua dyfishuan rrogat nga 1,5 milion i bën 3 milion e gjysmë, plus beneficet që marrin ata që shkojnë gjatë 6 milion në muaj, atëre po pensionistët pse nuk arritën. Ta thonë, kaq kontribut ke dhënë, kaq pension takon. Po pse, këta deputetët dhe ministrat e sotëm, këta rrotkarët që janë qeverisë, mos kanë kontribut më shumë për atë dhe unë ta, për popullin. Qa kontributi kanë dhënë? Përveç shkatërimit të Shqipërisë. Asgjë s'kan dhënë. Vetëm e mjelin lopën e popullit. Na pinë gjakun me gjakun tonë, marrin parat ata. Se në Shqipëri nuk përdohet asgjë. Se Shqipëria është kthyer në një vend kolonial. Pasuritë kombëtare shfrytëzohen nga kolonizatorët e huaj. Nuk thot dot qeveria sa lek fiton, sa euro fiton shteti jon nga shfrytëzimi i naftës, i kromit, i bakrit, heku nikelit, apo i pasurive tjera. Asgjë. Si mund të më gjykoj mua, pensionistin, Sali Berisha edhe Edi Rama, që e shkatruan e vodhën e grabitit këtë vend. Edhe do presun me hapin më rrisi mua pensionet. Ai e ka mënë të rrisi pasurinë e tia, që nuk din ku i kanë lingotët e Floririt. Ata nuk presim gjë ata. Po do thoni ju, pse populli hesht? E kam dhënë dhe herë tjera. Është një fjalë popullore e vjetër. Edhe i peshku më i zgjuar, i uritur, do bjeri në grep. Populli shqiptar ka ngelur i varfër, i braktisur, i pambështetur. Në qoftë se Edi Rama, ai Sali Berisha, i vuri kazë në gjithë Shqipërisë, një zori pa punë dhe morën rrugën e botës shqiptarë, Edi Rama të parën gjë që bëri anti-shqiptare, antidemokratike, kriminale, ishte i mbylli gojën shqiptarëve, i mbylli zyrat që mos tangohen. Edhe thot ashti, unë bashkëqeveris me qytetarët. Jo, ai bashkëqeveris me oligarkët, me kriminalët, jo me shqiptarët, se shqiptarët më ka mbyllur gojën. Prandaj ai thot, unë bëj çfarë dua, thot, njeri s'më dot gjë. Edhe Evropa të njëjtën gjë ka bërë. Se Evropa është pjesë e atij skenari që e kam akuzuar disa herë të punë, por çuditërisht askush nuk më ka mbështetur në këtë gjë, ose të më kundërshtoi të paktën. Në Shqipëri për 35 vjet është zbatuar një skenar kriminal anti-shqiptar për ta shndruar Shqipërinë në një shprehje gjeografike dhe popullin shqiptar për ta shpërndarë nëpër botë si dikur që futet në shkretin. Dhe kritikat dhe akuzat që i bëjmë neve, edhe Bashkimit Evropian, edhe FMN-s, edhe Bankës Botërore, pa diskutuar dhe qeverisë, asnjë nuk flet. Kanë gjetur heshtjen si shpëtim. Heshtjen. Edhe kjo është një armë e poshtër. Armë shumë e poshtër.
Dhe tani thonë, do i rrisim pensionet çdo muaj nga kaq lek. Po problemet e pensionistëve nuk janë thjesht qindarkat, nuk janë ato lëmoshët që jep ai. Nëse njëri do sëmuret tashti, edhe pensionistët sëmundjen e kanë çdo ditë. Sa bosha bët vetëm. U sëmura unë nesër më kërkoj të bëjnë analizë duan 200.000 lekë. Ku t'i gjej? Po këta thonë, këta shiko, nuk e shikojnë të vetja ka, po e shikojnë, ja, thot, kanë fëmijë, ju ndihmojnë fëmijët. Po çfarë fëmijë ndihmojnë? Ti vetëm me statistika zyrtare, nga djemtë shqiptarë në përbot, në përburgje, janë 384.000 veta. Pra 384.000 familje nuk i ndihmojnë këta. Pa llogaritur pastaj ata që flenë për ura, që punojnë në zezë, që fshihen, që bëj punë të thjeshta, të rastësishme. Çfarë do ndihmoj familjen e? Ai nuk di ku të fusi kokën. Prandaj ta justifikimit i kanë më dëgjues, por ankesat, akuzat, ankesat dhe propozimit që kemi bërë ne nuk ulen dot të debatojnë me neve. Nuk ulen, sepse e di që nuk kanë drejt. E din që ata veprojnë qëllimisht, sepse ndaj pensionistëve, të paktën atyre që kanë punuar para 90-s, këta kanë zbatuar krimin e genocidit. E kam thënë disa herë këtë punë. Edhe nuk guxon e dira ma kundërshtoj. Le të thonë, kush është genocidi? Le të thrasin bëtojnë në studio televizive, t'ja përplasën fytyrën. Po, genocid është e përcakton konvenda OKB-s e vitit 1948. Përkeqësimi i jetesës së një grupi të saktuar të shtresave shoqërore që rrezikon jetën e njeriut është genocid, pra është vdekje. Me kaq pension sa japin ish kooperativistët paktën që janë shumica më madhe, 50.000, 60.000, domthon 50 euro, 60 euro deri 100 euro, çfarë është kjo jetesë? A mund të jetojë njëri? A mund të bëjë një analizë? A mund të marrë mjekime? Se 20% përballon shteti. Pa ne mështrimet spitale. Asgjë s'mund të ndodhi. Pra ky thotë vdisni. Automatikisht është. Ai indirekt e bën këtë. Prandaj hesht. S'kemi lek thot. Po ato milionat e miliardat që vjedhin ministrat dhe kryeministrat e zëvendësministrat e tjera, zëvendës kryeministrat, çfarë janë këto? Nuk janë pare. Ose jep. S'kam lek thot. Çpun ka ai t'i japi trajnerit kombëtarë shqiptare t'i japi 900.000 euro në vit. Pse? Çpun ka? Ai është privat. E ka Federata Shqiptare e Futbollit për ta paguar. Pse jep ky? U japin miliona euro komunitete fetare. Pse? Shteti është ndarë nga feja. Çpun kanë t'i japin ky? U japin edhe universitete private. Pse? Pse nuk jep universitete shtetërore? Po jep atyre private? Patjetër që me këta privatët ky bën pazare. Bën pazare. Edhe s'kam lek thot. Po si mund të kesh lek ti? U bëri plani dhe që bëri një konferencë të madhe për investimet deri në 2030. Me miliona euro e bëri llogari. Do ndërtoj këtë, do bëj këtë rrugë, do bëj këtë port, do bëj këtë aeroport. Po më si zgujtohet ky ka 13 vjet në pushtet. Si zgujtohet ky njeri që të hap çerdhe për fëmijë, hap kopshe, shkolla. Vetëm në lagjen numër 14 këtu në Tiranë, Astir Yzberish, që është me mbi 70.000 banor, janë 3-4.000 fëmijë, nuk ka asnjë çerdhe, asnjë kopësh, edhe asnjë shkollë shtetërore. Edhe fëmijët bredhin nuk di ku të fusi kokën, ose rrinë në shtëpi i mbajnë nëna. Edhe s'kan kontribute thotë ky. Si mund të kesh kontribute ti për pensionet? Kur ti nëna të rrinë në shtëpi pa punë. Pra me gjysmë të ardhurën në familje, nëse edhe prindi ai babai punon, se ka lloj të ardhur nga larg, edhe janë pa punë. Ka dhe informalitet thotë. Po ka janë 50% informal, që nuk derdhin kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, që të shtohet pensionet thotë. S'është e drejtë. Problemi thelbi i debatit dhe i dhënies së drejtësisë për trajtimin e pensionit vijitoz duhet nisë nga ajo. Ta thonë, kaq kontribut këtë. Pikërisht këtu fillon krimi. Trajtimi kriminal i problemit pensioneve. Pensionistët shqiptarë kanë dhënë një kontribut që si ka dhënë asnjë lloj pensionisti në botë. Shqipëria ka qenë i vetmi vend në botë që të gjithë të punësuarit kanë qenë në shtet me rroga. Ndryshe nga vendet e lindjes ish komuniste.
që ishin edhe privat edhe shtetëror. Këtu s'ka pas punë private asnjë njeri. Bile edhe kooperativ, edhe punët, edhe gjenet janë numëronin 1 për 1 sa kishte fshatari. Pra ne kur u prishën gjithë kooperativat, edhe ndërmarrjen e uzinët me radhë, të tërë dolën pa punë. Por këta pensionistë i kanë lënë popullit shqiptar gjithë të pasuri kombëtare. Vetëm shqiptarët, vetëm në Shqipëri quhet pasuri kombëtare, sepse ka qenë të gjithëve. Kurse në shtetet e tjera të Evropës, le më të lindet, jo. Nuk quhesh pasuri kombëtare. Sa që atë pasuri për shumë 1 miliard e ka hapur 1 miliarder. Edhe ata të punësurit ka punuar, ka marrë rrogën. S'është pasuri e tyre. Kurse në Shqipëri, të gjitha pasurit kombëtare janë kombëtare, që sot s'janë se i kanë marrë kolonizatorë. Pra, ky është kontributi më i madh që ata. Jo ai 2-300 lekë që ka derdhur për llogaritë sigurisht shoqërore në atë kohë. Se ato rrogat ish kooperativistët, minatorë apo të gjithë punonjësit e tjerë janë paguar, sidoqë ka pasur shumë punë pa paguar. Kështu që janë këto gjëra ka nevojë për debate. Po duhet të dëgjoj qeveria. Po një qeveri që nuk dëgjon, është dakord për debat. Është si puna atje që mund të quhet demokraci, ujku ulurin në pyll, s'është demokraci. Edhe ne flasim sa duam, akuzojmë me bërtasin, ku nuk dëgjon qeveria. Ku nuk dëgjon avokati popullit, që i kam thënë është avokati i djallit. Ku nuk dëgjon ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, që ka heshtur edhe parakalon në krye të turmës të LGBT-ve në mes të bulevardit, edhe nuk ka ardhur të ne në protestat tona, atëre çfarë presim më ne? Kur emisarët e Bashkimit Evropian vinë në Shqipëri dhe lavdërojnë Edi Ramën, e thotë Shqipëria ka arritur suksese të jashtëzakonshme. Kush janë këto suksese? Kë ka pyetur këta me këto suksese? Po pse kurrëzuan diktaturën me degër komunistën bot? Kë pyetur? Ramizanin apo popullin? Pyetur popullin. Atëre sot, çfarë pyesin popullin? Po pyesin e Ramizanin që për këto suksese? Kush janë këto suksese? Asnjë sukses nuk ka. Vetëm kjo ka dhënë rushfet atyre që flasin kështu. Unë mendoj që pensionistët kanë ngelur të vetëm. Kanë ngelur nga partitë politike, sidomos të opozitarët, nga media edhe nga disa dhjetra apo qindra organizata jo qeveritare. Se për avokatën e popullit ai është i shitur, ka marrë fund me këtë punë. Prandaj, këtu të neve nuk ka asnjë lloj perspektive. Deri më sot nuk ka dalë njëri të thotë hajde të ulemi të diskutojmë këto gjëra. Populli shqiptar ka ngelur me duar përpjek. A është vërtet që sistemi po shkon drejt kolapsit për shkak të plagjes së popullsisë dhe emigracionit? Shiko, ky është një konstatim. Ky do ndodhi. Po puna është që pse po ndodh? Pse largohen njerëzit? Pse largohen njerëzit? Të dy, edhe Edi Rama, edhe Sali Berisha e bën qëllimisht të punë. Prandaj thash në fillim. Në Shqipëri është zbatuar një skenar kriminal anti-shqiptar. Në qoftë se ti në shtëpinë tënde, në balkonin tënd të vjen të hap folen një dallëndyshe dhe ti ja prish atë folen, ajo nuk të kthehet më aty vitin tjetër, se do hapi folen në një vend tjetër. Kështu edhe populli shqiptar, ja prishet ti punën, ja prishet kooperativën, ja prishet uzinën, kombinatin etj. Iku rinia. E para kjo, e mori Edi Rama. E mori Edi Rama. Gjoja do drejte ato krimet e gabimet që ka bërë Sali Berisha. Detyra pare këtij ditë e punësimit se njerëzit do u hodhën në rrugë. Ç'a bëri ky? I duket që të dy këta janë ushtar të një padroni. Të një padroni. Ai brendshëm, ai jashtëm nuk e di le ta gjen vetë. E dinë vetë atë se kush janë. Se kujt i shërbej. Ç'a bëri ky? Ky pare gjegda na mbylli kohën, siç e thash. Që mos tangohemi. Po dihet që goja kujt i mbyllet goja? Goja i mbyllet një të vdekuri, të sapo vdekuri, i mbyllet edhe një njeriu të marrë peng. Që nëse s'plotson kushtet, ai i pengur do vritet. Pra vetëm këtyre dyve lloj njerëzve u mbyllet goja. Ky ja mbylli të tërë popullit shqiptar. Ky është super kriminal. Ky është anti-shqiptar. Të parën kjo. E dyta,
gjoja për të bërë punësimin e njerëzve. E tha, prioriteti i zhvillimit të vendit do jetë turizmi. Po, çfarë turizmi? Turizmi jonë fshataresk, i pa zhvilluar, 3 mujor, ku punëson kamaria dhe kuzhinierë. Po mirë mos, universitetet tona nxjerrin çdo vit me 10.000, 15.000 student specialistë lartë, inxhinier, fizikant, mjek, ekonomista, financiera, arkitekt e tjerë. Ku do vjen ata? Në turizëm do punojnë, edhe për 3 muaj. Pse kjo është zgjidhja? Pra kjo është bërë qëllimisht. Po pse është bërë qëllimisht? Të tëra janë të kuptueshme, pa askush nuk flet. Qëllimi i parë ishte që duke marrë turizmin ky si bazë, ky e shfryzoi fjalën turizëm për të investuar, për të hedhur, për të shpërdoruar lekun e taksa paguese shqiptar për ndërtimin e autostradave, porte, aeroporte, ura, tuneleve e tjera. Edhe këto, se aty bësh korrupsioni. Aty bësh korrupsioni. E para kjo. E dyta, që është më kriminale, më antipopullore, më anti-shqiptare. Ky duke marrë turizmin për bazë, ky bëri sigur harroi që ore baza e zhvillimit të vendit janë pasuritë kombëtare, shfrytëzimi i pasurive kombëtare me cikël të plotë, i naftës, i kromit, i bagrit, e kuniketit. Këto punësojnë specialistin e lartë, këto bëjnë zhvillimin e vendit, me investimet huaja ndash të brendshme. Këto e bëjnë, nuk e bën turizmi 3 mujor me qendarka. Por e lezetshme ishte se çfarë bëri turizmi? Turizmi dështoi. Ky e bëri qëllimisht, sepse po nëse ky e kishte ndërmend që turizmi ta zhvillonte, po në radhë parë duhet zhvillonte sektorët që do zhvillonin turizmin vet. Edhe ato duhet të ishin bujqësia, blegtoria, peshkimi, frutikultura, industria, mobileria, industria ushqimore e tjerë. Këto do bënin që të zhvillonin edhe vendin, të zhvillohesh me hop bujqësia, blegtoria, jo të lidhin kanal, dhe të zhvillonin me çmimet tona të furnizoheshin hotelet dhe restorantet. Por ky si ndihmoi fare, ky jo vetëm si ndihmoi, por edhe milionat e euro që puri Bashkimi Evropian ka i vodhën. Edhe ata hajdutën, kripsën, ministrin e bujqësisë, ky e marr akoma këshilltare. E thotë do hyjmë në Evropë. Ky është mashtrues. Pra, ky jo vetëm i shkatërroi bujqësinë dhe blegtorinë, sa u mbushi kanalet me tomate, me speca, me bosana e tjerë, por kur vesh duket të paktën mbas vitit të ri duket hapur se çfarë i dha turizmi i famshëm i këtij anti-shqiptari. Të marrësh ti nga 500 lekë të vjetra që ka qenë 1 kg spec nga ato të thjeshtë, i shilet, ta vaj do të ishte 4.000 lekë speci, sa gjysmë kile mish viçi. Pra ky nuk ndihmoi atë vendin, bujqësinë dhe blegtorinë me turizmin, po ky ndihmoi se gjithë mallat që po vinë në Shqipëri janë nga jashtë. Pra mallat nga jashtë ky ndihmoi Evropën, nuk ndihmoi Shqipërinë. Shqiptarëve hyu rritje çmimet. Dhe u raforuan, u ra fuqia blerse. E thotë ky tash, s'ka më lek t'u jap pensionin. Po mirë, çfarë do bëj pensionisti i shkel? Ai nuk blet dot 1 spec, 2 speca. Jo më tutje. Pa folë më për mishviqe, gjalpe, peshke, djathe e më radhë. Ky nuk e shikon këto. Nuk i shikon. Ky shikon vetëm hip avionit, brith ku do dali e tjerë. Prandaj unë them që këtu është bërë një krim i madh. Prandaj këtu nuk është çështje as inflacioni, se këtu edhe inflacionin ja tha FMN-ja para 2 vjetësh ja. Keni mashtruar tha qeveria në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë dhe Institutin ISAP-in, kanë mashtruar me koeficientin e indeksimit. Duhet të ishit indeksuar 2 herë nga 10-12%, indeksuar vetëm 8.6%. Heshti se ky është Hazër Xhavat, kur e kritikon. Foli fare, sepse e di poshtësinë që ka bërë. Kurse si vjet na dha 2.5%, kur tha neve dha kemi arritje në ekonomi. Po sipas i rritet edhe ul edhe shpërbimin ose bonusi që na dha, ju dhash bonus. Po dhe këto bonusi që na tash këto janë parashëllike, këto janë çfarë themun, këto janë, nuk e di. Ai do të ketë këshilltar nga më mafiozët që mund të ekzistojnë në botë.
që orientojnë te. Se ky piktor është, ky Bojaxhi është. Ky si ditë tjera. Ai për shqiptallik është i vetmi, po sidomos kur ka edhe shqiptar që e këshilloi së prapsit kundër popullit shqiptar, ky bëhet 2 herë më mafioz. Prandaj populli shqiptar ta qepi gojën, nëse sa i Zoti, të kërkoj të drejtat e veta. Por unë mendoj që nëse këtu ndodh në katrahur, nëse shqiptarët u rritën adrenalina dhe rebelojnë, unë them të parën njerëz shqiptarët duhet të mësojnë, jo qeveri, duhet të mësojnë media, televizionet, të shkatrojnë, të djegin, të vëzjarrin. Sepse ata i kanë mbyllur gojën popullit shqiptar, të angohen, të grizërin, të rebelojnë. Ta janë të parët. Ta janë si ushtria naziste, si estesët nazistë. Të rol luajnë ta, sepse janë të blerë, me koncesione, me tendera, nga qeveria. Edhe i kanë mbyllur gojën popullit shqiptar. Edhe thrasin, turri lloj gazetarësh, edhe ekspertësh e politikanësh, na flasin për pensionet. Ja këto i po them mund të shi, asnjë nga ata si thot. Sepse nuk u interesojnë. Bile nuk të thonë, as to partitë e reja që thonë, ne po punojmë për pensionistët. Tarë mashtrojnë. I kemi provuar gjithë. Të tarë janë mashtrus. Të tarë duan pushtet. Ose janë të lidhur indirekt me forca tjera që janë kundër pensionistëve. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe juve.